Familjar të ish ministri Fatmir Xhafaj kanë blerë një kompani pa aktivitet dhe pa përvojë në sektorin energjetik, por që megjithatë ka marrë leje për të ndërtuar parqe fotovoltaike në Fier, një zonë që sipas hetimit është ndruar në terren korrupsioni për prodhuesit të rinj të energjisë. Kompanisë është dhënë edhe toka publike e cila duhet t'ju takonte banorëve të zonës, ndërsa në këtë proces ka luajtur rol kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi. Kontrolli i lartë i shtetit, këtë veprime cilëson shkelje të rëmë dhe grabitje të pronës shtetërore. Sipas auditit të KLSH-s për vitin 2022, Bashkia Fier ka vënë me qira rreth 70.000 metra katror tokë për kompaninë Dion Energy dhe Amel Energy, duke shkelur ligjin dhe kompetencat e përcaktuara për institucionet qendrore. Të gjitha kontratat e qiras janë lidhur pa miratimin e Këshillit Bashkiak dhe pa respektuar procedurat e VKM-s numër 54. Në rastin e Dion Energy, kompania lidhur me familjarët e Xhafajt ka marrë 35.000 metra katror tokë, ndërsa kontrata është e firmosur duke përdorur një vendim të pavlefshëm si referencë. KLSH evidenton se Subashi ka nënshkaluar detyrimet ligjore, nuk ka ngritur grupet e punës, nuk ka kryer vlerësime dhe ka nënshkruar marrëveshjen që duhet të ishte kompetencë e ministrit të ekonomisë. Po kështu kompania nuk kishte plotësuar dokumentacionin minimal që kërkohej dhe nga Ministria e Infrastrukturës. E njëjta skem është zbatuar me kompaninë Amel Energy, e cila mori një tjetër sipërfaqe prej 35.000 metra katror. Edhe kjo kontratë u lidh pa vendim të Këshillit Bashkiak, edhe duke përdorur një vendim të pakoordinuar me objektin e kontratës. Sipas KLSH-s, të dyja kompanitë janë trajtuar si pjesë e të njëjtit objekt, i miratuar brenda pak orësh nga Bashkia Fier dhe nga Ministria e Infrastrukturës. Hetimi sugjeron se pas këtyre procedurave që ndrojnë interesat të forta financiare dhe politike, me figura brenda Partisë Socialiste që kanë përdorur mbikimin për të siguruar favore ekonomike në kurriz të pronës publike. SPAK pritet të sqarojë përgjegjësitë e kësaj skeme.